Ramush Haradinaj dha dorëheqjen nga pozita e kreu të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo u bë e ditur pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie, derisa Haradinaj bëri të ditur se kanë shpallur zgjedhjet e brendshme në të gjitha nivelet. I kam treguar kolegëve të mi disa arsye, është koha e gjatë në udhëheqje, është një faktor dhe rezultat, jo i mirë i zgjedhjeve, por edhe sikur të ishte ndonjë rezultat tjetër, prap do të merrsha këtë vendim. E në lidhje me dorëheqjen e papritur të Haradinajt, për bota sot foli publicisti Lis Bukuroca. Si fillim, ai nuk beson se dorëheqja ka ardhur si shkak i rezultateve në zgjedhjet e fundit. Sipas tij, kjo është vetëm lëvizje taktike dhe ka një qëllim prapasaj. Nuk mund të besohet se Haradinaj është tërhequr për shkak të dështimit në zgjedhjet e fundit. Një reagim i tillë do të duhej ta ndodhte natën kur u mor vesh rezultati i zgjedhjeve. Haradinaj është tepër ambicioz dhe moskandidimi i tij ka vetëm një synim, një shpjegim dhe vetëm një qëllim. Ai largohet tani nga drejtimi formal i partisë dhe këtë lëvizje dëshiron ta paraqesë reflektim dhe pranim përgjegjësie për rezultatin e partisë, të cilën e ka konsideruar klanin e vet. Për këtë, Bukuroca vlerëson se Haradinaj mund të synojë postin e presidentit, ndonse tha, kjo gjë nuk do të ndodhë. Ramush Haradinaj është larguar ose po e braktis formalisht kryesin, por partia është e tij dhe do të mbetet e tillë sepse ai synon të bëhet kryetar i shtetit. Mirë pa ajo kohë kur me shtetin qeverisnin njerëz gjysmë të dijshëm ka marrë fund. Sot kemi dy intelektualë në krye të shtetit dhe kjo cilësi po shihet e po ndihet. As Ramushi as kolegët e tij nuk do të kenë më kurrë shans ta shndërrojnë shtetin përsëri në klan, korrupsioni dhe pasurinë vetjak, shtjelloi ai. Më tej, publicisti vlerëson se kreu i AK-s ka ambicie të reja, nuk është lodhur. Megjithatë, konsideron se partia e tij dhe partia e Hashim Thaçit nuk do reflektohen kurrë e do të shtjellohen më tej. Ramushi nuk është lodhur, ai ka vetëm ambicie të reja. Partia e tij, ashtu si edhe ajo e Thaçit, nuk mund të reformohen kurrë, sepse ato janë ndërtuar mbi baza korrupsioni. Askush brenda AK-s e PDK-s nuk guxon të kërkojë shtet ligjor, sepse kjo do të nënkuptonte hetimin e paraardhësve të tyre, e as LDK-ja nuk e bën. Kjo e fundit, të kërkojë hetim për 3% që atëherë është shkëputur nga Isa Mustafa, nënvizoi Bukuroca. Ndër të tjera, si theksoi që kjo është një strategji e qartë nga Haradinaj, ndonse e paralajmëroi këtë të fundit se Kurti e Osmani do merren me ndërtimin e shtetit ton. Shkurt dhe qartë. Tërheqja e Haradinajt është strategji. Nëse ajo thotë se nuk do të kandidojë për kryetar, kjo mund të konsiderohet si pjekuri dhe vendim i drejtë. Për kontributin gjatë luftës, populli e ka shpërblyer me pozita dhe me pension invalidi prej 2700 eurosh në muaj. Elita e re intelektuale do të merret me ndërtimin e shtetit. Albin Kurti e Vjosa Osmani përmbylli Lis Bukuroca për Bota Sot.